Bismillahirrahmanirrahim. Shtrën vëllezër. Dihet se Allahu Jalla fi'ula është një dhe një vetëm. Dhe besimtari, mu'mini, e beson këtë në gjëqenjën e tij. Dhe din se Allahu është në vëgjuh, ekziston. E ta shtrohet pyetja vallë, kush mund të jetë argumenti më i fuqishëm se Zoti mund të ekzistojë? Një herë kanë pyetur Imam Ahmedin ibn Hanbalin dhe i ka thënë: "O Imam, na trego se kush është argumenti më i fuqishëm se Allahu Jalla fi'ula ekziston." Pyetësi priste një përgjigje për Imam Ahmedit, pra domethënë të jepte argumente rreth qisisë, rreth njeriut, pra i tha diçka shumë të çuditshme. Ai tha argumenti më i fuqishëm se Allahu Jalla fi'ula ekziston është gjeti imani. Pyetësi tha: "Ja Imam, si ka mundësi që argumenti më i fuqishëm se Allahu Jalla fi'ula ekziston në gjeti imanit?" Po tha Imami: "Atë e ha delja, prodhon qumshti, e ha bleta, prodhon mjalti, e ha kaprolli, prodhon miskun, dhe e ha grimbi, prodhon mëndafshi." Pra, mjalti, qumshti, misku dhe mëndafshi ka të produkte të ndryshme nga një prodhim i vetë. Vallë, a ka argument më të fuqishëm se kjo? Dijeni vëllezër, dijeni se Allahu Jalla fi'ula ekziston dhe besoni këtë gjë me tërë gjendjen tuaj, se me të vërtetë do të gjeni mirësi dhe rahmet në jetën tuaj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.